Që i pari pas procesit zgjedhor, si që ka privilegjin për të rekomandu, propozu emrin e kreut kuvendit dhe për të nisë me procedura tjetër të formimit të institucioneve të reja të vendit, e ka dhe barrën e peshës së këtij stagnacioni që po ndodh në Republikën e Kosovës. Nëse kështu vazhdon, atëherë me të vërtetë ne po e humbim një rast, një momentum shumë të rëndësishëm për Kosovën, e cili momentum do të ketë, përveç që do të ketë pasoja politike, do të ketë edhe pasoja ekonomike. I pari pas procesit zgjedhor nuk e ka këtë vullnet, sinqert, për rrjedhoi përvon maksimalisht të manovroj me situata duke provu që të nxjerr konstruktiv palën dhe destruktiv palën tjetër. Në këtë rrafsh unë konsideroj që i pari pas procesit zgjedhor, siç e ka privilegjin për të rekomandu, propozu emrin e kreut kuvendit dhe për të nisë me procedura tjetër të formimit të institucioneve të reja të vendit, e ka dhe barrën e peshës së këtij stagnacioni që po ndodh në Republikën e Kosovës. Për rrjedhoi një koalicion pa proces zgjedhor, kishte me qenë shumë më i mirë që të ndodhte mes të parit dhe të dytit pas nënshkurtit të vitit të rrjedhës dhe të nisej me marrjen e obligimeve dhe detyrimeve. Besoj që ndoshta javën e ardhshme mund të ketë disa ndryshime, shpresoj që të ketë, përndryshe nëse kështu vazhdon, atëherë me të vërtetë ne po e humbim një rast, një momentum shumë të rëndësishëm për Kosovën, e cili momentum do të ketë, përveç që do të ketë pasoja politike, do të ketë edhe pasoja ekonomike. Është më mirë pra që të formohet një qeveri me bazë të gjerë. Me bazë të gjerë tani mund të, pasi që LDK veç e ka refuzuar dhe nuk e besoj se do të kthehet prapa, megjithatë ndoshta lëvizja vetëvendosje do t'i afrohet pra PDK-s, nismës dhe të jetë një qeveri më stabile.